Rruga që po ndiqni në ekran ndodhet brenda teritorit të Spitalit Rajonal të Vlorës dhe gjendja e saj lë për të dëshiruar. Ajo që duhet të ishte një hapësirë funksionale në shërbimin e pacientëve, familjarëve dhe stafit mjekësor, sot të shkthyer në një problematikë serioze infrastrukturore. Pamjet tregojnë qartë gropa të mëdha të mbushura me ujë, të cilat janë krijuar si pasojë e amortizimit të rrugës dhe mungesës së ndërhyjeve të mirëmbajtjes. Në ditët me ereshje, situata rëndohet edhe më tej, pasi uji mbulon pothuajse të gjithë sipërfaqen, duke e bërë të vështirë dallimin e thellësisë të gropave. Kjo përbën rrezik të shtuar për automjetet, të cilat mund të pësojë dëmtime, por edhe për këmbësorët që detyrojnë të lëvizin mes baltës dhe pellgjeve. Ironikisht, kjo hapësirë mund të shfrytëzohej si një parkim i rregullt për automjetet e pacientëve dhe vizitorëve, duke qenë se fluksi në spital është i lartë çdo ditë. Nevoja për një zonë parkimi të sistemuar është e domosdoshme. Aktualisht, drejtuesit e mjeteve po përballen me vështirësi të shumta, duke kërkuar hapësira alternative ose duke rrezikuar të kalojnë nëpër gropa të thella me ujë. Qytetarët e kanë ngritur këtë shqetësim vazhdimisht. Ata shprehen se është e papranueshme që një institucion kaq i rëndësishëm për shëndetin publik të ketë infrastrukturë të degraduar brenda territorit të tij. Sipas tyre, kjo situatë krijon një imazh negativ dhe cënon aksesin e pacientëve, të cilët përballen me vështirësi që në momentin kur hyn në ambientet e spitalit. Isha para një muaje në spital për një problemin tim, edhe kur parkova makinën në mbrapa, ishte skandal fare, gropa rrugët. Edhe një italian atje po e firmonte, atje dhe ja tregonte njerëzve të tij, merri shumë rënd. Prandaj zgjidhe këtë problem, se ti ke zgjidhur shumë probleme në Vlorë, kam besim te tyja që do ta zgjidhësh shumë shpejt këtë problem. Shumë faleminderit. Shumë problematike, është skandal. Është bërë jashtëzakonisht mirë spitali brenda, ja të shikosh për jashtë atje, mos parkosh dot makinën, është turp për Vlorën. Aty jo vetëm nuk parkon, po dhe amortizon më shumë, krijon edhe Patjetër. Banorët dhe përdoruesit e përditshëm të këtij institucioni kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet përgjegjëse. Ata theksojnë se mjafton një investim relativisht i thjeshtë për asfaltimin dhe sistemimin e kanalizimeve të ujrave, në mënyrë që problemi të zgjidhet përfundimisht. Deri në marrjen e masave konkrete, situata mbetet e njëjtë. Çdo rreshje shiu rikthen në vëmendje problemin, ndërsa pacientët, familjarët dhe stafi mjekësor vazhdojnë të përballen me një realitet që nuk i shkon përshtat një institucioni shëndetësor rajonal. Apeli i qytetarëve është i qartë, të merren masa sa më parë për rehabilitimin e kësaj rruge, duke e kthyer atë në një hapësirë të sigurt, funksionale dhe dinjitoze për të gjithë.